Ai është shembull për kërkimin e dijes dhe shpërndarjen e saj. Ka shkuar larg, e ka qëndruar për vite duke u dëshmuar si student i mirëfillt. Është kthyer dhe është dëshmuar si pris i mirëfillt. Ai është shembull praktik i mësimit profetik se muslimani është i dobishëm kudo që të jetë. Jashtë vendit u tregua i suksesshëm, në vend u tregua i suksesshëm, në xhami si imam, në institucion si kryetar. Pra, kudo që ishte dhe në cilën do pozitë që ishte, ai la gjurmë. Ai ofroi shembullin e një lideri që angazhimin për fe dhe i ka binom të pandar. Ai ishte kundër atyre që jetonin nga feja, e jo për fenë. Ishte i ashpër dhe i rrept, sepse të tillët baltosin idenë fetare dhe paraqesin atë në mënyrë të pasakt para të tjerëve. Allahu e mëshiroft Hoxhi Jakupin dhe e shpërblej për kontributin që ka dhënë. Ne dal nga dal po i afrohemi fundit të kësaj serie. Për mbylljen do ta bëjmë me një personalitet që ka mahnitur botën dhe i cili është krenari e kombit.